duke filluar nga sot tashmë nuk ka kthim mbrapa, është evidente. Për Vjosa Osmanin, Albin Kurti tashmë është njëri rrezikshëm i cili do thot po përdor metoda tinzare bizantine, ndonse nuk e tham duket bizantine, por mesazhi është i qartë për ta rënuar institucionalisht e konstitucionalisht shtetin, madje duke kontraktuar edhe agjentura të huaja, ndonse prapë tham nuk e tha kështu tekstualisht, mirë, por mesazhi është i qartë, duket që duke kontraktuar agjentura të huaja në dëm të interesave shtetërore strategjike të shtetit të Kosovës. Dhe në këto rrethana tash, nëse kjo është akuzë shumë e rëndë. Kjo është akuzë shumë e rëndë. Tash si duhet sillet kur ta thot presidenti në kapacitetin zyrtar. Ai ka informata të avis. Ato duhej prokuroria ex officio të intervistoj. Mbos shkafit, kreu i shtetit po flet, Kasolli. Pajtohem plotësisht. Dhe kjo tash duhet të gjithnjë më tepër të sforcohet ky lloj konflikti në opinionin publik, sepse qytetarët duhet të kenë informata të sakta. Ai ka ajo këto dëna nga AKI-ja. Po sepse ka komunikim zyrtar. Ka komunikim. Formal. Në momentin kur akuzohet kryeministri që po importon persona të rrezikshme me qëllime destruktive në interesave strategjike të shtetit, kjo më nuk është çështje që duhet të mbyllet. Prokurori ex officio duhet të prokurori dhe si do të sillet Vjosa Osmani në raport me këto akuza publike që ka. Në ato që thash edhe dia unë me zhgënimin që kam me subjektet opozitare, sepse në momentin kur konstatohet që intenca e pushtetit është të përmbyset rendi kushtetues. Në të trondjes globale, këtë tërmetit geopolitik në botë, sigurisë, të aleancave shumë të vështira që po krijohen, e ku Kosova ka prioritet madh konsolidimin e saj në marrëdhënie ndërkombëtare, si shtet, dhe të mbyll çdo vrim të mundshme që është aktualisht në mënyrë që këto vrimat mos zhdrohen vatra të goditjes nga Serbia, nga Rusia. Absolutisht. Dhe të dalë zonja Osmani, një muaj para se ta krye mandatin, me këtë akuzë duket mjaft e rëndë. Po kush ka qëllime të rrezikshme ndaj shtetit të Kosovës? Kush ka qëllime? Ka Serbia. Natyrisht. Kjo është përpjekje për të krijuar asacion ndërmjet veprimeve të Albin Kurtit dhe Serbisë kundër shtetit të Kosovës. Logjikisht, unë prapë tham, po insistoj që të mos keq kuptohem para qytetarëve të Kosovës, ndonse ai nuk e tha tekstualisht në këtë mënyrë. Por rendi logjik i gjërave nënkupton që ajo e kategorizoi sjelljen politike të Albin Kurtit në raport me të gjitha ato sjellje që janë të rrezikshme ndaj shtetit të Kosovës. Dhe në rajon, ne e dimë vetëm Serbia ka sjellje të rrezikshme ndaj shtetit të Kosovës. Ka pretendime, domethënë sabotuese, bllokuese, subversive ndaj shtetit të Kosovës. Dhe Albin Kurti pas ka importuar persona që kanë të njëjtat motive dhe të njëjtën agjendë. Domthonë prestash do ta carohet tema se ky. Do duhej mas zonja Osmani. Do duhej nga kapaciteti i presidentit të sqaroj nga A deri në Z se çka ka dashur të thotë me këtë. Kush janë personat për të cilët bën fjalë. Po flet për zotin Kurti, kryeministrin e Republikës së Kosovës. Njeriu më të poshtetshëm në vend. Që ka burim të pashtetshëm të informacionit, kontrollin mbi agjencinë e Kosovës për inteligjencë, mbi policinë, mbi mekanizmat e shtetit. Të plas kjo akuzë e presidentes ndaj kryeministrit është gjë e rëndë Kasolli. Pajtohem absolutisht, do të për çfarë punë specifikova këtë, sidomos këtë element i cili ne si qytetarë të Kosovës do të duhet ta dimë, a është vetëm sajes politike që nuk i lejohet prej kapacitetit institucional të presidentes të bëj akuzat të tilla nëse nuk ka dëna, do të ai duhet jap përgjegjësi publike, edhe penale, për fjalën e son duke njollos një formacion politik më të besueshëm aktualisht të qytetarët e Kosovës, apo e njëjta ka informata të sakta, atëherë ka për obligim dhe detyrim. Pavonesa duhet ta bëjë transparente. Kjo është çështja primare. Gjithë rrëfimin. Kjo është çështja primare që tash që e njëjta e ka hapur, që duhet të adresohet pa humbur kohë në mënyrë që të qartësohet para opinionit publik, para qytetarëve të Kosovës, në fundit në ndërtimin dhe në qeverisin e ku janë. Dhe se kush nga prapaskena po i kontrollon fatin politik